Mirëmëngjes të gjithëve nga një tjetër ditë me shi, por që kjo nuk do të ndaloj ne që të bëjmë gjërat bukura. Tani, qose i quani bukur që t'i ikim në supermarketet të blem ushqime, në fakt unë e quaj të bukur, po gjithsesi. Do iki në Trader Joe's, sepse më duhet që të marrë ushqimet e javës. Koha është pak depresive, të thoja unë, por që doja dalim edhe sot, kështu që le t'ikim bashkë të marrim ushqimet edhe le të vazhdojmë vlogun. Tani erdhëm në shtëpi dhe do t'ju tregoj disa nga gjërat që morëm, por jo të gjitha sepse harova në fakt që të bëja supermarket haul, u mora me drekën, duke vendosur gjërat në përvende, kështu që harova dhe do t'ju tregoj këto që kanë ngelur këtu. Morëm domate, oriz, ky jasmine rice është shumë i mirë, sepse del kështu kokër, domethënë siç është, nuk bëhet si supë, si bullamaç, apo nuk e di çfarë lloj fjale tjetër të përdor. Po e kuptuat, ata që kuptuan e kuptuan. Kishin dalë pjeshka nga këto nektarinat që janë kështu pa push, edhe unë i kam shumë qejf këto. Mango, mora këto gnocchit, këto sallamrat që janë kështu si punë mishi thatë, le të themi. Një parmesan cheese, një avocado oil, që është kështu si punë spray, letra për banjën, makarona, lule shtrydhe dhe boronica, avokado, të kremin e djathit, rushin që e kam larë dhe kam vënë këtu, brokoli bashkë me mishrat e gjërat e tjera dhe më thënë që mora, vajtën diku tek $211 të gjitha. Kështu që tani do të vendosëm për vende edhe le të vazhdojmë. Hej, jo ku jemi sërish. Ndërkohë që jam në përfundim të kafes time, mbarova dhe punët të gjitha dhe po mendoja se çfarë do të vesh sot, sepse për pak kemi një ditëlindje edhe dua që të vesh diçka të thjeshtë, por edhe të bukur, por që nuk e kam vendosur akoma. Tani shpejt është akoma në fakt, i zgjodha disa gjëra që do vesh, jo tregoj edhe juve tani, por që nuk jam shumë e sigurt domethënë. Kështu që le të shikojmë bashkë edhe të vendosim se çfarë do vesh. Po mendoj që të vesh këto pantallonat që janë kështu si punë stretche, por janë jeans edhe janë stretch. Po mendoj që të vesh këto bashkë me këtë bluzën këtu. Këtë e kam marrë në Shein edhe është shumë cute, shumë e lezetshme. Besoj që do të shkoj me këto pantallonat e zeza.
Edhe kam menduar edhe për një palë sandale të zeza që nuk janë domethënë me tak, kanë shumë pak, po ajo taka është shumë portative, shumë e rehatshme. Ja do ja tregoj tani. Janë këto takat këtu. Këto e kam marrë në Target në fakt, dhe është nga kjo firma A New Day dhe është shumë të lezetshme, mund i vesh me fustane, mund i vesh me jeanse, me funde, me çfarë dëshirosh ti, dhe taka është shumë e rehatshme, duket domethënë këto takat e trashe janë goxha të rehatshme. Dhe do t'i provoj tani, në fakt se nuk jam domethënë gati që t'i ikja akoma, sepse ditëlindja është në orën 3 dhe tani është ora vetëm 1, po që do filloj të bëjmë gati avash edhe të shikoj edhe veshjen se si më ri, në mënyrë që t'jemi sigurt që do vesh ato apo jo. Kështu që le t'i provojmë bashkë. Si duket veshja, do me thëmë, pat sandalet poshtë, nga si ju duket juve. Kur vesh ka këto bluzat kështu, në fakt, më duket vete sikur jam shtacan. Nuk e di pse, mbase nga që këto lloj bluzash kështu ndonjëherë, do me thënë, të tregojmë pak më të fryrë në këtë pjesën e poshtme, kështu kur kanë këto lloj frute, po që nejse. Totale bashkë edhe me sandalet. Tash nuk e di nëse shkon me këto pantallone që janë kështu si streqe, apo duhet t'i vesh me ndonjë pantallona të gjëra që ta mbulojnë këmbën, nuk e di. Po që do i shikoj në pasqyrën e madhe, edhe të shikoj se si shkojnë më mirë me këto apo me ato të tjera. Gjithsesi, sido që t'jetë, unë do ja tregoj veshjen pak më vonë, veshjen totale domethënë, po që për momentin këto po mendoj të vesh, edhe besoj që do jetë një veshje shumë cute. Gjithashtu do të vendos edhe çantën kafe dhe çanta. Dhe besoj që kjo është veshje totale. Si ju duket? Më pëlqen goxha. Përshëndetje nga një tjetër ditë, neve kemi dalë, shkuam në një restorant në Longhorn, Hërgëmati. Sot është ditë e diel, edhe kemi ditën për të relaksuar pak shumë. Tani kemi ardhur te Carter's për të gjetur, nuk e di çfarë është mama. Toj. Kemi ardhur te Carter's për të parë rroba për fëmijë, ka shumë gjëra të bukura, edhe po shikonin pak këto që janë mbrapa me kështu për çupa, ka kaq gjëra të bukura, nuk e keni ide domethënë. Edhe po i thosha Alexit, I want a baby. Me thënë, si mos të hipi baby fever me ka qërba të bukura, shiko se e lezetshme, oh my god. Riçka bukur. Ja. Can we go? Where's Daddy? Hi, Daddy.